Dal nga dal erdhëm edhe tek pjesa e fundit e cila gjithmonë është e rezervuar për të pathënët e kësaj jave. Se me kë u morëm këtë herë, shohim vetëm pas pak. Are you Chris's new girlfriend? Very pretty. Martesa dhe ndarja e tij me bukuroshen amerikane Kim Kardashian bëri bujë në të gjithë botën, por sapo u qetësuan gjërat, një tjetër skandal po ndodh me basketbollistin Chris Humphries. Të gjitha mediat, sidomos në Amerikë, po shkruajnë se më në fund u zbulua e dashura e Chrisit, e që po ajo e dashur doli të jetë një shqiptare që tashmë jeton në Amerikë me emrin Fatmire Sinanaj, por që e quajnë Majla. Sipas TMZ, që nga momenti kur ajo është fotografuar me ish-burrin e Kim Kardashian në Miami, Fatmira ka kërkuar një shumë të madhe parash që të mos flas, ndërsa në të kundërtën e ka kërcënuar se do ta shkatrojë në media me detaje nga lidhja e tyre. TMZ raporton se Chris Humphries ka qenë në lidhje me Fatmire Sinanaj për 5 muaj të plotë. Sopi, e cila që një kohë nuk u shfaq në skenë me klip, ka vendosur që më në fund të bëj edhe një këngë. Bëhet fjalë për një balad e cila do të arrisjellë jehonën prap në skenë dhe shumë fresh, por deri tek lancimi i kësaj këngë ka mbetur ende kohë. Përveç muzikës, Genta tashmë po cilësohet edhe nga fiziku i saj. Web faqja TC Candler, e cila bën përzgjedhjen e 100 fytyrave më të bukura në botë brenda një viti, ka zgjedhur këngëtaren Genta Ismaili si njërën prej vajzave që është më e bukura për vitin që lën pas. Faqja që ka 24 milion vizitor unik në det në të gjithë botën e rëndit këngëtaren kosovare në vendin e 55. Kjo është një faqe pavarur dhe për çdo vit i zgjedh fytyrat më të bukura në botë. Kështu në edicionin e 22 të përzgjedhjes së përvitshme të fytyrave më të mira, e cila bëhet që nga viti 1990 në këtë faqe zë vend edhe bukuroshja dhe këngëtarja kosovare Genta Ismaili. Ku i dihet, ndoshta edhe vitin tjetër do të kemi një kosovare, e pse jo, edhe të jetë në një numër më të lartë se ky si vjet. Depërtimi i shqiptarëve në botë nuk po ka limit. Çdo ditë po shohim lajme të gëzueshme me kryetitujt ku shkruajnë për shqiptarët, të cilët po korrin sukses në të gjitha lëmit. Këtë herë shqiptarja që po na nderon është modelja Martina Ivezaj, e cila është me prejardhje nga Malizi. Në vitin 2010 ajo u shpall si Miss Tanning dhe si vjet do të përfaqësojë Gjermaninë në spektaklin e bukurisë Miss World 2012, e pse jo, edhe ta fitojë atë. Kështu, ajo do të bëjë shqiptarja e parë e cila përfaqëson një vend të huaj në spektaklin më të madh të bukurisë, ku tashmë është konfirmuar pjesëmarrja e vajzave nga 100 vende të botës. Njëri ndër koncertet më të përfolura në vendin tonë, pas shumë kërkesave, më në fund arriti të realizohet. Kompania Powwow ka arritur që më shumë mund ta ftoj reperin kosovar Unikatil për një koncert, i cili do të mbahet me datën 15 korrik në stadionin e Prishtinës. Çmimi i biletave të këtij koncerti tashmë janë publikuar. 3 zona të stadionit do të kenë çmime të ndryshme. Zona General do të kushtojë 14,99 euro, e cila është më larg skenës. Zona VIP kushton 19,99 euro, e cila është e vendosur përballë skenës. Dhe zona Premium VIP ndodhet lart, që kushton 29,99 euro. Shpesh herë kemi cikur se kjo vjerë do të jetë shumë e nxehtë. E këtë fakt çdo ditë më shumë po na e vërtetojnë edhe këngëtarët tanë, të cilët janë aktivizuar për të bërë sa më shumë hite. Shumë bashkëpunime e kemi lajmëruar, por tash Capital T po na vjen edhe me disa tjera. Ai ka vendosur që në këngën e tij të re të bashkëpunoj me Dr. Mike dhe 2x2, por kënga e cila do të lancohet tash së shpejti është kjo me Dr. Mike, e cila është hip-hop, por më ritmike se siç jemi mësuar ta dëgjojmë Kapitalin. Këto ditët e fundit, me të vërtet kanë qenë shumë problematike për këngëtarët tanë. Dhuna që ata po bëjnë me njëri tjetrin po reflekton në mënyrë negative edhe tek njerëzit, e sidomos tek fansat e tyre. Për t'i ikur këtij fenomeni që po ndodh tek ne, Lyrical Song ka gjetur një mënyrë shumë të mirë për të vetësuar njerëzit që dhuna nuk sjell ndonjë të mirë, pasi që është ambasador i shoqatës kundër dhunës. Bëhu burr në 1 vjetori në shoqatës. Lyrical Song ka promovuar një këngë të quajtur Qëllimi, e cila flet pikërisht për dhunën e përdorur tek fëmijët e adoleshentët.